Mirëmëngjes, unë jam Deni. Deni Sanxhaku dhe sot ju pres në shtëpinë time për t'ju treguar pak nga dita ime. Nisi me ritualin tim të zgjimit. Gjithmonë zgjohem me një gotë ujë të ngrohtë apo një çaj, i cili ndihmon shumë për zgjimin e organizmit. Pastaj, nëse ka dritë me diell, ekspozohem në dritare, ekspozohem në balkon, sepse ndihmon shumë për rregullimin e ciklit cirkadian, në mënyrë që të zgjohemi mirë pa nevojën e kafes, dhe ca ushtrime të tjera të cilat ndihmojnë gjithashtu për të arritur energjinë në trup pa u bazuar te kafeja, të cilat duken në këtë formë. Fillimisht janë shkundje të lehta, me përplasjen e themrave në tapet, i shkundim bërrylat, i shkundim kyçet, i shkundim shpatullat. Unë e shoqëroj me një frymëzjerje të shpejta nga hunda. Pasi e kemi bërë shkundjen, lëvizim me trungun. I lëm krahët super të lira të përplasen nëpër trup, kështu si peshë rënduar, dhe pasi punoj me trungun, fokusohemi në disa nga pikat ku gjenden pikat limfatike, dhe të tilla janë sqetullat, hapja e krahëve. Një tjetër ushtrim është body waves, ku ngrihemi në majë të gishtrimve dhe përkulemi përpara. Tani trupi është gati për të ulur në një moment qetësie dhe për të ulur në një moment meditimi, e cila më merr pak minuta, 5 deri në 10 minuta, por është një ndër momentet më të rëndësishme të ditës. Ulemi në gjunjë apo me këmbët e kryqëzuara të lidhura përpara. Sjellim lëvizje të vogla të trungut dhe sigurohemi që legeni është plotësisht i mbështetur. E drejtojmë shpinën. Relaksojmë shpatullat, relaksojmë fytyrën. Zgjedhim një mudra sipas dëshirës. E relaksojmë frymarrjen. Në meditim mund të na ndihmojë një praktik vizualizimi apo një mantra e caktuar. Ne gjithë fokusi është brenda. Ndihmon shumë që të lidh meditimin me një praktik mirënjohje, të mendoj për gjëra për cilat jam falendëruese, se është shumë e thjeshtë ta humbasim vizionin e gjërave e pasurisë që kemi tashmë në jetë, edhe më ndihmon shumë të dua atë që kam, në vend që të vrapoj pas asaj që dua, edhe kështu vendosem në këtë momentin tani, e të tjetuarit të tanishmes.